Bajmën kur isha fëmi, më dha babi ca lekë që të pagoja faturën e dritave. Si po vija te dyqani që të pagoja faturën e dritave, një dyqan me makina, po i ca kupone për të fituar një makinë të re. I bleva gjithë lekët e faturave, dritave i bleva kupone. Kur vajta në shtëpi i thash babit çfarë kisha bë lekët. Më zhdupi në dru. Brava në 10 ditë, më ngrit babi të vinte në punë, në mëngjes, edhe doli jashtë. Te parkimi ishte një makinë e re. Dolëm që gjithë jashtë, na morën lot në sytë. Qamin pa ndali, makina ishte elektricisti, ta preu dritat. Edhe mua më zhdupëm prap në dru.